E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht sonte këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndaluar tek dyshja që në fakt unë vetëm pak më herët e komentova. Selin Pollati ndodhet në një martesë jashtë vendit, me sa kemi arritur ta kuptojmë, domethënë ndodhet në Itali, në një moment të bukur të një mikes së saj, në një moment fantastik të një mikes së saj, që domethënë po ndan çastin më të bukur të jetës, po merr rrugtimin e ri, po martohet, po ndërton të ardhmen e saj. Gimbo, ndryshe nga Selin, nuk ka shkuar në shoqëri me Selinën, sepse natën e mbrëmshme ka qenë i ftuar në Rinora 4 në Zvicër, por ditën e sotme ka qenë pranë mikut të tij më besnik, mikut të tij më të dashur, Gjestit. Në fakt kanë qenë shumë fjalët, dinamikat, thashë theme që janë folë për Gjestin, për Gimbon, që këto të dy nuk kanë marrëdhënie të mirë, që këto të dy nuk janë në shoqërinë e njëri tjetrit, nuk janë miq me njëri tjetrin, por Gimbo gjithmonë di domethënë ti ndryshoj lajmet, edhe një herë dëshmoj atë që vetëm pak para që fola unë, që domethënë marrëdhënia e tyre është fantastike. Në rrugtimin e tyre, domethënë shoqërues, ka shkuar edhe miku i mirë i Gimbos, tashmë dhe i Selinës, Shëndriti, një miqësi që u krijua brenda shtëpisë së Big Brotherit për të mbështetur në këtë rast edhe Gjestin, për të mbështetur edhe rrugtimin e Gjestit. Domethënë në këtë festë të madhe që sot po bëhet, në fakt që është bërë gjatë ditës në Zvicër. Unë e kam thënë gjithmonë, domethënë Gimbon edhe Gjestin janë rritur të dy së bashku, janë pothuajse kanë rritur njëri tjetrin, i ka dhënë kulturën njëri tjetrit, i kanë dhënë dashurinë njëri tjetrit, i kanë dhënë respektin njëri tjetrit, dhe kjo gjëja i bën që të jenë të pandarë. Në qoftë se ato të dy nuk postojnë fotografi, nuk postojnë storje, nuk postojnë momentet të tyre, kjo nuk do të thotë që Gjesti dhe Gimbo kanë shkatruar marrëdhënien e tyre, apo që ka bërë Selina sebepi që këto të ndahen. Dhe për këtë arsye mua më vjen shumë keq, realisht më vjen shumë keq, që në shumicën e rasteve unë dëgjoj lajme të tilla, të tipit që është bërë sebeb Selina, Gimbo nuk i flet Gjestit, marrëdhënia e tyre është shkatruar, gjë që në fakt mua më shqetëson që shumica e komentuesve flasin pa bazë. Unë e kam thënë që në asnjë mënyrë nuk do ketë shanse që Gimbo dhe Gjesti të shkatërrojnë marrëdhënien e tyre, sepse nuk është një marrëdhënie që lindi ditën e djeshme. Zakonisht shoqëritë të cilat janë shoqëri afatgjate, të cilat janë shoqëri me vite, të cilat janë shoqëri pothuajse në këtë rast edhe me shekuj, nuk mund të shkatërohen. Nuk ka njeri në botë që mund të shkatëron këtë shoqëri. Dhe unë shoh një vërtetësi tek Gimbo dhe tek Gjesti. Domethënë pa marr parasysh që Gimbo natën e mbrëmshme ishte në koncertin e tij, pa marr parasysh lodhjen, ai ka shtyr edhe një ditë avionin, sepse ai ka mundur që të udhton sot, për të qenë pranë mikut të tij, për të qenë pranë Gjestit. Domethënë të gjitha këto thashë theme dhe lajme bien në tokë për gënjeshtrat që i bëjnë kundërdrejt të Gimbos edhe Gjestit.